Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e radhës për ju, por kësaj radhe do I hapim letra një çik më ndryshe. Dhe të shohim. Të dashur të mi, është mbreti I kupës dhe faqe e shkopive. Tani këto dyja është dhe dëshira juaj që nga e kaluara. Mbreti I kupës për të gjetur qartësi, nga që kam dhe këtu, çfarë po ndodh, është e vërtet kjo, çfarë po mendon personi, është një lloj hulumtimi. Tani unë po marr shembull, nuk do të thot patjetër, si do ndodhë, si do arrit, do ja dalë. Këto gjëra të krijonin një lloj qartësie për vete, ku do jemi, ku do jem, çfarë do ndodh. Mund të jetë thjesht një dëshirë për të kapërcyer. Se shikoj këtu hapur një lloj tuneli për të kaluar shkëmbitë, por ajo çfarë është më rëndësi është një lloj do rifitoni apo është një luftë për një qartësi për të kuptuar çfarë po mendon, si do ndodh, si çfarë intencionesh ka, çfarë si do ja dal, do arrit ta bëj këtë, shumë gjëra siç dinë të gjithë. Por ajo çfarë është me rëndësi të madhe, nga që kam mbretreshën dhe prapë mbretreshën, që do ndodhin paksa gjërat mund të jetë një investimi juaj të dashur në një person, mund të jetë investimi në një punë, apo mund të jetë shkollë, në familje, mund të jenë shumë gjëra. Ky investim ju ka bërë pakës të stepeni dhe sikur çdo hap që jeni duke e bërë është me frikë, si do bëhet, si do ja kaloj, si do ja dalë, e gjëra të tilla. Dhe unë mund t'ju them, shikoni ku është 10 të monedhës. Është një familje këtu që pasqyron e vogël, nëse mund ta shikoni, ta afroni, se zakonisht I shikoni dëgjoni me telefonin, ku e di, familja që është prosperiteti vet. 10 të monedhës janë gjëra të papritura. Prandaj gjithë këtë punë, hulumtim, ndërveprim të juaj, mund nuk do ju ikën, ta them, apo nuk do ikën pa u vlerësuar. Absolutisht të ardhurat të papritura, mund të jetë edhe çështje ligjore, prona, shtëpi, punë, diçka e fituar në favorin e juaj, por dhe një rati absolutisht është aty mbi, është druri që ka kaluar gjeneratat, që tregon mund të jetë drejt trashëgimi të dashur, por është prosperiteti vet dhe siguria, stabiliteti. Prap dhe këtu kemi të monedhës, është mbretresha e monedhës të dashur, që sjell vërtet atë kurën, kujdesin, do keni mundësi, ose do ketë mundësi dikush t'ju afroj, t'ju marr në përqafim, në mbrojtje, në kuptimin e asaj, mbrojtje apo një dorë që të vërtet do ju bëj ta keni më të lehtë të arrini aty ku dëshironi, qartësi për çdo gjë, do të qartësoheni për gjërat që keni qenë konfuz, që keni qenë në mëdyshje, që keni qenë të pavendosur, që nuk keni ditur, që do të kuptoni, apo ta them, mund të jetë dhe e vërteta do dalë në shesh, ta them ashtu. Dhe ajo do ju bëj vërtet, do ju jap dhe siguri, do ju jap dhe stabilitet, dhe do jap një rehati, një ndjesi që çdo gjë është në rregull. Ja ku kam mbretreshën tjetër të dashur, mbretresha e shkopive. Ajo çfarë kërkohet nga ju, apo ju këshillohet, që të vazhdoni të keni vullnetin e fortë dhe ambicjet mos të shuhen asnjëherë. Kjo është një lule dielli që është vetjeta të dashur dhe dëshira për të ecur përpara. Ajo është brenda jush, që është intuita. Çfarëdo që ka qenë e paqartë, çfarëdo që keni lënguar, keni dëshiruar deri sot të dashur, brenda jush ka qenë ajo dëshira apo intuita, zëri juaj i brendshëm që ju ka mbajtur
ta themi ne shpesh më mban kjo shpresë e gjallë, kjo dëshirë apo kjo punë për të arritur atë që dua. Dhe kjo intuito ju ka thënë brenda jush, ju ka bindur që të besoni që do jetë ashtu siç e dëshironi. Absolutisht një qartësi, një e vërtet po del në shesh dhe ajo e vërtetë apo çfarë do ndodh, ajo e vërtetë do ju bëj të ndiheni komfort, rehat dhe stabil, të dashur Binja.